25 kg ori vetëm në një subjekt ekonomik dhe 424 gram argjend janë gjetë të padeklaruara. Rreth 20 kg ori janë sekuestruar nga Inspektorati i Trikut. Kjo sasi e orit, e cila korrespondon me rreth 3 milion euro vlerë. Po du me ju njoftu juve dhe gjithë qytetarët e Republikës Kosovës se aksioni i datës 13 shkurt, i cili është zbatuar, domethënë në 4 lokaciona, ka ardhur si rezultati i besimit të qytetarëve të Republikës Kosovës dhe një punës shumë profesionale dhe të mirë të njësisë për hetimin e krimeve ekonomike dhe korrupsion në kuadër të policisë së PE-s, të cilët janë mirë koordinuar në raport me të gjithë mekanizmat institucional, të cilët janë përgjegjës në rastet e trajtimit të këtyre rasteve. Me të pranuar këto informacione, unë si kryeprokurore, ku moj takime koordinuese, pothuajse ditore dhe javore, dhe kemi fillu hetimet drejtim të 2 veprave penale, kontrabandimi i mallrave dhe mashtrimi i blerësve. Pas parasysh shqetësimet e qytetarëve të cilët në suaza ditore apo javore, qoftë në takimet që i kemi në kuadër të kësaj prokurie, të cilët kanë shprehë dyshime në raport me cilësinë dhe vlerën e orit, të cilët potencialisht kanë qenë blerës në këto dyqane. Atëherë edhe informacionet të cilat janë siguruar në rrugë zyrtare nga institucionet ligjzbatuese, kemi fillu hetimin drejtim të këtyre 2 veprave penale. Mirë po, për të pas rezultat, siç ka rezultuar ditën kritike, është tregu fakti që nëse institucionet koordinohen mirë dhe marrin përgjegjësitë dhe kompetencat në kuadër të përveprimit të tyre dhe gjithnjë janë konform legjislacionit përkatës, ka treguar fakti që i kemi identifikuar se cilët janë institucionet dhe mekanizmat përkatës në rastet për trajtimin e këtyre do të thotë veprave penale dhe çështjeve të metaleve të çmuara, siç është ori dhe argjendi, dhe jemi takuar në suaza periodike. Gjithmonë të rujt konfidencialitetin në raport me subjektet edhe pronarët e bizneseve. Nga takimet jemi konsoliduar se si duhet veprohet dhe si para aksionit ashtu dhe ditës aksionit e po ashtu dhe më pas, të e pas parasysh që secili do të koordinohemi dhe të marrim veprimet konkrete në kuadër të autorizimeve tona. Në kuadër të këtij aksioni, siç jeni vënë dijeni, edhe ditën kritike, kanë qenë të angazhuar 21 inspektorë të tregut nga Ministria e Tregtisë dhe Industrisë. Pastaj kanë qenë përveç domethënë prokurorë të caktuar nga unë si kryeprokurore, që kanë qenë 3 prokurorë ditën kritike në monitorimin, mbarvajtjen dhe mbikëqyrjen e kontrollit gjithësishor, kontrollit të lëshuar nga ana e gjykatës, kanë qenë dogana, hetues doganor, kanë qenë inspektorë të administratës tatimore të Kosovës dhe njësia për hetimin e krimeve ekonomike e korrupsion, të cilat do thotë kanë bashkëndruar të gjithë këta mekanizma e që një punë e mirë ekipore ka dalë domethënë me frutdhanse dhe ka dalë me një aksion i cili ka pas të gjetura të jashtëzakonshme, e që konsideroj që për Prokurinë Themelore të PE-s ka qenë një prej aksioneve me vlerë të sekuestrimit më të madhe deri më tani. A mundesh pak më përmend shifrat e vlera ose sasinë e dukatit? Po, do të thotë ditën kritike nga dogana është me mjetet e tyre sofistikuara, siç kanë qenë, kanë rezultuar që dikon rreth 25 kg ori vetëm në një subjekt ekonomik dhe 424 gram argjend janë gjetë të padeklaruara, të cilat janë sekuestruar nga dogana, ndërsa në një subjekt tjetër rreth 4 kg ori padeklaruar dhe po ashtu është gjetur në shtëpinë e këtij pronarit subjektit edhe një orë dore e cila ka vlerë 14 karat. Po ashtu, dikon rreth 20 kg ori janë sekuestruar nga Inspektorati i Trikut, të cilët i kanë shiquar njën nga një të gjithë metalet e çmuara, orin edhe argjendin, që kanë qenë të plasuara për treg, të ekspozuar domethënë
në dyqanet përkatëse dhe të gjitha këto të cilat janë konsideru dhe janë konstatuar në proceset përpare të tyre që janë ari të pashënjestruar, të pastampuar dhe pa dokumentacione shoqëruese për cilat është obligative që subjekti t'i ketë për të treguar priordhjen, vlerën dhe sasinë, janë sekustruar dhe të njëjtat me shoqërimin e policisë kanë shkuar të thotë në Agjencionin e Metrologjisë së Kosovës, i cili funksionon në kuadër të Ministrisë Tregtisë dhe Industrisë dhe si agjencion përkatës që do të bëj ekzaminimet përkatëse të arit, secilës një nga një, duke konstatuar të gjiturat e sasisë e arit që ju kanë nështruar ekzaminimit, si sa i përkat vlerës, sasisë, cilësisë dhe të njëjtit, do të thonë sipas dispozitave ligjore në fuqi, kanë obligim që të thrasin subjektet që të prezantojnë eventualisht dokumentacionin përkatës nëse ditën kritike s'kan arrit për me dëshmu. Deri në këtë fazë të procedurës nuk ka dokumentacion që është prezentuar përveç një raporti i cili është i 2007-s, por që korrespondon me një subjekt ekonomik tjetër i regjistruar në RBK, jo me subjektin i cili është tani aktualisht dhe aty ku është zbatuar urdhër kontrolli. Kështu që në bazë të këtyre të dhënave, për me kanë më e qartë për qytetarët e Republikës Kosovës, rezulton që 30 kg ari janë gjetur të dy subjektet pa deklaruara, pa shoqëruara me raporte doganore dhe i njëjti është sekustruar dhe është ekzaminuar procedurave doganore për shkak dhe kjo sasi e arit e cila korrespondon me rreth 3 milion euro vlerë ka shkuar në Bankën Qendrore të Kosovës aty ku do të vihet në dispozicion të procedurave të metodtjeshme. Sa i përket rreth 20 kg ari janë ende në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, dhe në agjencionin ku është duke u bë ekzaminimi i kësaj sasie të arit dhe presim që t'i mojmë raportet e ekzaminimit në procedurat e metodtjeshme. Deri më tani jemi në këtë fazë procedurës, gjërsa institucionet tjera janë duke zhvilluar procedura tjera, varësisht prej të gjeturave të cilat janë sekustruar, edhe dëshmi tjera, mbi bazën e të cilave do të veprohet dhe të punohet eventualisht në hetim të veprave tjera penale. Nëse ari nuk e ka qetvulën e Ministrisë së Tregtisë? Çdo produkt i arit, i cili duhet të vihet të plasohet për treg, duhet t'i ketë dy vula, i cili vulën e cila ka të bëjë me ari, që do të thonë të dihet produkti se çfarë produkti është, çfarë metali, po ashtu edhe vulën e gjithsesi një stamp të Agjencionit Metalurgjisë të Kosovës, i cili tregon që është ekzaminuar dhe i dihet vlera dhe sasia e këtij produkti. Dhe kjo është, do të thonë, pointa e cila na veç kemi shku në këtë aksion, përveç, do të thonë, mallit të padoganuar, dhe për dijenin e qytetarëve të Republikës Kosovës, nëse një mall i cili mund të jetë produkt me i dobet apo me i holl apo me sasi jo shumë të madhe, sipas gjithmonë domethënë licencionit të fuqit të Agjencionit Metrologjisë Kosovës, rezulton që unazat e cilat nuk e kanë ndonjë vule, atëherë duhet të jetë i shoqëruar me një raport i cili ka të saktësuara të dhënat e sakta që është certifikuar dhe është ekzaminuar nga agjencioni dhe atëherë jepet të drejta që do të thotë subjektit ekonomik ta plasojë në treg, mirë po gjithmonë me dëshminë që është i këtij kualiteti dhe ka këtë vlerë dhe këtë sasi. Çka ka ndodhur me këtë mall që është sekuestruar? Sigurisht që dogana, veç procedurat i ka ekzekutu në raport me kodin doganor, legjislacionin përkatës të tyre, ka bë vlerësimin e arit, për çka na jemi pajis me raportet mbi vlerësimin e arit, të cilat kanë rezultuar me vlerën nga sektori i përcaktuar për vlerësim në kuadër të doganës Kosovës, dhe i njëjti siç thash është në BQK, për çka procedurat e metodtjeshme do të pajisemi edhe me veprimet dhe raportet tjera. Sa i përket administratës tatimore, na kemi gjetur edhe mjete monetare të cilat kanë qenë në cash, qoftë në subjekte ekonomike ashtu edhe në shtëpi, të njëjtat, do të vazhdojmë me procedurat metodtjeshme. Në kuadër të inspektoratit të tregut, do të marrim raportet mbi ekzaminimin e këtij arit, të gjithë ari, i cili ka qenë jo me vulat stampuara, dhe me vulën e cila tregon produktin e arit,
nuk ka pas të drejtë operatori ekonomik që ta plasoj në qarkullim, ta vendos në qarkullim, me mundësi që blerës potencial të jenë qytetarët që dhe ta blejnë. Do të thonë automatikisht vepra penale mashtrimi i blerësve pothuajse është e konsumuar në raport me këto veprime. Caki ditës kritike, do të thonë, sipas urdhrit të kontrollit të cilin e kemi siguruar nga ana e gjykatës, kanë qenë dy subjekte ekonomike, po ashtu edhe dy është shtëpi banimi me hapësira tjera përcjellëse. Dhe në bazë të informacioneve që i kemi pas deri ditën kritike, kanë qenë dikon rreth 4 persona të cilët janë përgjegjës për këto subjekte dhe për këto patundshmëri. Dhe po ashtu në ditën kritike kemi hasë edhe një person tjetër i cili është përgjegjës në raport me dokumentacionin që kemi siguruar. Janë intervistuar në cilësinë të dyshuarve në drejtim të veprës penale kontrabandimi i mallrave dhe mashtrimi me blerës. Kështu që në kuadër të këtyre veprave penale do të vazhdojnë hetimet me mundësi të zgjerimit të hetimeve edhe në drejtim të personave tjerë, mirë po me mundësi zgjerimit të hetimeve edhe në drejtim të veprave penale tjera. Do të thotë nuk ka përfunduar me kaq, sipas dëshmive të gjetura, konsideroj që do të kemi vend edhe për vepra tjera penale. Dua të theksoj që Njësia për hetimin e krimit ekonomik dhe korrupsionit në PI janë treguar shumë profesional, të gatshëm të bashkëndojmë aktivitetet me gjithë mekanizma tjerë, për çka edhe për një punë të mirë dhe të koordinuar mirë dhe kogja profesionale ka rezultuar një sukses i jashtëzakonshëm, për çka unë si kryeprokurore ndihem jashtëzakonisht mirë kur punohen të gjithë dhe bashkëndojmë të gjithë veprimet në kuadër të kompetencave tona dhe me këtë ju kem dëshmu qytetarëve të Republikës Kosovës se kur bashkohem të gjithë për një interes të përbashkët, gjithmonë në të mirë të qytetarëve dhe të ekonomisë të qytetarëve të Republikës Kosovës. Për këta jemi dhe për këta ju kemi dëshmuar që në linjë me gjitha institucionet do të dalim me rezultate dhe të gjitura konkrete siç kemi dalë ditën kritike. Dhe me këtë kemi dëshmuar dhe ju kemi treguar që Prokuroria Themelore e PI-s, gjithsesi zyra ime është e hapur për çdo qytetar, për çdo informacion dhe patjetër që ju garantojmë që do të ketë konfidencialitet, do të ketë profesionalizëm dhe do të ketë hetim të shpejtë, të mirë, vetëm në drejtim të veprave penale për cilat neve na keni deponu. Gjitha informacionet, pa u kufizuar nëse gjejmë edhe informacione dhe dëshmi tjera në drejtim të veprave penale. Andaj, edhe sot si edhe herave tjera, gjithmonë ju drejtohem qytetarëve të Republikës Kosovës që të na dorëzojnë, të na deponojnë, të bashkëbisedojnë me neve dhe ju dëshmojmë që gjithmonë do të jemi në drejtim të zbatimit të ligjit të shtrirjes së legjislacionit në të çdo person, të çdo subjekt dhe të çdo institucion, eventualisht nëse veprojnë ose marrin keqpërdorime, bëjnë keqpërdorime në kuadër të autorizimeve apo në kuadër të profesionit apo profilit se ku janë të destinuar.